në këtë rast Edi Rama i ndodhur në këto kushte presioni, përballje me administratën e Trumpit, a mendoni se do të mundohet që të gjej pasuesin e tij në mënyrë që ta zbus ikjen nga pushteti dhe ndoshta mund të sjellë një emër si Elisa Spiropali apo të gjej emra të tjerë ish bashkëpunëtor të tij si Ditmir Bushati apo persona të cilët mund të kenë një lloj konsensusi në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Unë ju thash që Sorosi ka futur të gjithë kthedrat dhe i ka futur të gjithë linjat në lojë për të përplasur njëri me tjetrin. Dhe për të parë dhe fuqinë e njërit grupimi apo të grupimit tjetër për të marrë drejtimin e Shqipërisë. Unë nuk gjykoj se Amerika do të bie pre e kësaj loje, gjithashtu Rama nuk përgatit kur pasardhës. I vetmi pasardhës që Rama ka në plan po nëpërmjet Sorosit, është Lea Ypi. Lea Ypi, e cila i përket laboristëve në Angli, ka përfaqësuar Shqipërinë pas i lloj mandati, ka përfaqësuar Shqipërinë me dëshirën e Ramës në për shumë organizata të ndryshme, takime të ndryshme. Po Lea Ypi ka dalë kundër Edi Ramës në një podcast që ka zhvilluar me këngëtaren Dua Lipa, duke e denoncuar në një farë mënyrë keqeverisjen e kryeministit Rama dhe duke mbështetur protestën. Po, pra një sorosian e thekur del kundër një sorosiani. Dhe ti do të besosh o njërin o tjetrin. Pra kemi luftë të brendshme atëherë. Më duket se ja u thash që në fillim të emisionit. Sorosi ka nxjerrë të gjithë linjat e tij në betejë. Dhe kjo betejë është beteja kundër të djathtës dhe të djathtës konservatore, mos t'i lehet asnjë lloj hapësire, asnjë lloj mundësie për të dalë. Dhe në çdo betejë që këta bëjnë, jo edhe gjatë emisionit ju thash që sorosianët, megjithëse paguhen nga Sorosi, shajnë Sorosin, që të bëhen të besueshëm. Lea Ypi del dhe shan keqeverisin e Ramës për të bërë besueshme nesër kur të vi, të jetë besueshme dhe ti të thuash që po kjo ka goditur Ramën. Ajo është shprehur se nuk ka ambicie për të hyrë në politikën shqiptare, të paktën në intervistat që zhvilloi kur ishte në Shqipëri. Po pse erdhi në Shqipëri? Po pse u kujtua Universiteti i Durrësit ti japi honoris causa? Ç'lidhje kishte t'i jepte atë? Ç'a kishte bërë kjo për Shqipërinë që duhet t'i jepte? Absolutisht asgjë. Ky ishte promovimi. Dhe nëse nuk do kishte ardhur, do kishte marrë këtë lloj medalje themi, atëherë ajo çfarë unë kisha deklaruar një vit më parë që do vi Lea Ypi, të gjithë e merrnin si shaka, apo pyesin edhe se kush është. Po çuditërisht na erdhi, çuditërisht u hap dera në të gjithë televizionet, mos e harroni këtë. U bë person publik dhe sot është personi se kur unë deklaroj më pyesin se kush është. Nëse sot është personi që e njohin gjithë. Po ndërkohë Elisa Spiropali, a mund të jetë ajo që mund të ketë ambicie për të bërë kryeministre për të marrë karrikën e Edi Ramës? Dgjoj, unë pranë thash që Sorosi ka hedhë në luftë të gjithë kaladat e tij, të gjithë segmentet, sepse duhet të kuptojmë një gjë. Edhe një organizatë nuk është solide. Edhe kjo organizatë nuk është solide. Brenda organizatës ka rryma të ndryshme. Pra të gjithë organizatat që janë brenda janë hedhë dhe unë jo pa qëllim thash Sorosin me këtë televizje, si tha me një gur vetë dy zogj. Pra me këtë televizje shef edhe se kush nga organizatat është më e besueshme, më e fuqishme. Po në këtë rast Elisa Spiropali, sa kapacitet ka që t'i zor vendin e Edi Ramës? Nuk ka asnjë lloj kapaciteti Elisa Spiropali t'i zë vendin e Ramës, sepse Elisa Spiropali varet nga Fatmir Xhafa. Është Fatmir Xhafa që komandon grupin. Elisa Spiropali është kërkushi. Elisa Spiropali është pjesa e Erion Belis. Pra komandimi atyre 5 deputetëve apo 10 deputetëve janë nën komandën e Fatmir Xhafës. Mos e harroni asnjëherë se është Fatmir Xhafa ai që komandon këtë lloj grupi, nuk e komandon Spiropali. Nuk ka shanse Spiropali ta bëjë një gjë të tillë. Nuk ka kapacitet Spiropali. Nuk ka forcë brenda partisë vet, Spiropali nuk ka asnjë lloj force. Si do e marrë ajo
drejtimin nëse nuk ka forcë brenda asaj partie. E kemi pa forcët e këtyre njerëzve. Për shembull, po ta krahasoj, Josefina Topalli u dukte si përfliste gruaja e hekur, ëh? Po. Pastaj kur nuk u vu më deputete, iku krijoi parti tjetër, mori ja 500 vota, kaq ishte forca e saj. Pra vetëm në siglën e partisë dhe mbështetjen e partisë ta duket sikur janë të fortë, por nuk janë të fortë vetë. Si individ. Se këta nuk kanë ngritur në njëherë në një kaos, nuk kanë ngritur një alternativë, nuk kanë dhënë në njëherë në një zgjidhje. Këta janë fryrë, janë zbukuruar, janë ngef, themi, në gjuhën popullore, vetëm se kanë qenë në siklën e partisë dhe i ka marrë kryetari i partisë. Në momentin që lëshon kryetari i partisë, pastaj dalin fllucka sapuni. Duke mbetur te Partia Socialiste, a mendoni se Edi Rama mund të rrëzohet nga njerëzit e tij duke pasur parasysh se ka pasur edhe një lloj revolte, po themi, në disa qytete të vendit ku kanë dalë kundër bashkimit ose shkrirjes së disa bashkive të vogla. Në këtë rast, a mundet që vetë socialistët të arrijnë atë pikë sa që ta rrëzojnë Edi Ramën? Atëherë kur thash që Sorosi ka hedhë të gjithë njerëzit e tij në këtë lloj betejë, është edhe pjesa, duhet ta kuptojmë pak më ndryshe, është ajo pjesa që deklarova që e gjithë lufta bëhet që mos të dalë asnjë djathtë reale. Po këta janë kryetar bashkisë të vogla që nuk u intereson që të shkrihet në bashkitë e tyre me bashkitë të tjera, se humbasin edhe pozicionin. Ka lidhje fare. Kjo ka lidhje me një çështje tjetër. Lidhja që Rama po mundohet të bëjë brenda Partisë Socialiste, të ndaj Partinë Socialiste në dy pjesë. Në pjesën e oligarkëve, pra Rama është në pjesën e oligarkëve, në pjesën e atyre që kanë para në njërën tjetër, duke i paraqitur këta si me që kanë para janë të djathtë. Ndërsa pjesa tjetër është ajo pjesa e majtë marxiste, leniniste, komuniste që duhen e nverin në njërën tjetër. Dakor? Ky është synimi apo loja që po luan Rama sot. Kuptojeni pak më drejt. Rama po luan një lojë për të ndarë Partinë Socialiste në dy pjesë. Në një pjesë të oligarkëve, po ta ritheksoj, të oligarkëve, të atyre që kanë para për të quajtur të djathtët, dhe pjesa e majtë. Dhe në një ditë të bukur mos u çuditni që Rama ta ndaj Partinë Socialiste në dy pjesë. Atë që drejton ai dhe pjesën e majtë. Pra oligarkët edhe dhe ta quaj të djathtë. Dhe ky është qëllimi i Sorosit. Që të djathtën në Shqipëri ta komandoj Sorosi. Dhe shqiptarët fatkeqësisht e hanë shpejt atë pjesën ku vetëm me i deklarat besojnë se është i djathtë apo i majtë, apo komunist apo konservator. Dhe Sorosi këtë lloj po luan. Dhe ky takim që bën Rama është pikërisht për këtë lloj loje. Për t'i shpëtuar lënies së pushtetit. Lënia pushteti në Shqipëri duhet të jetë automatikisht vetëm në dorën e Sorosit. Nëse nuk je pjesë e Sorosit, nuk mund të jesh pjesë e politikës. Dhe kjo është vërtetuar 35 vjet rresht. Nëse nuk je pjesë e 3 klanëve që komandojnë akoma Shqipërinë, klani Hoxha, Kapo, Alia, ti nuk mund të jesh pjesë e politikës. Nëse nuk je pjesë e Sorosit, nuk mund të jesh pjesë e politikës. Nëse nuk je pjesë e sigurimit të shtetit, nuk mund të jesh pjesë e politikës. Dhe kjo ka ndodhur në të gjitha partitë. Kur ne akoma majmi bus atje, i ngrem bus kriminalë do të ndajnë, që drejtohet e Partinë Republikane dhe hiqës e Republikanë sa Brigodo. Kriminal. Masakra vetëm në Mirdit masakra që ka bërë. E din merditorët, shumë mirë që u merrte u fusin grave, u fuste edhe macet në qitjane, ne e quajmë njeriu i urtë i politikës, se kështu është, se këtu sa më shumë ta trumpetosh, si e trumpeton. Dhe Rama këtë po luan. Ajo që u lut në 90-ën, por ripërsëritet në 2026. Pra, të shajmë që të na besojnë. Na besojnë që të majmë pushtetin.
Dhe Rama po them, synimi i Ramës me aq sa unë po e shoh. Me aq sa unë e ndjek, shoh që Rama po luan që të krijoj dy parti brenda Partisë Socialiste. Partia e djathtë e quajtur e oligarkëve që e komandon vetë dhe partia e majta e popullit i thjesht, e kuptoj që ai do quhet marksist, do quhet emberist, do quhet çdo gjë. Dhe të mbaj pushtetin në këtë lloj forme. Nëse Lea Ypi del kundër Ramës, del pikërisht që ti ta besosh që nesër ai të vi dhe të komandoj. Prandaj kërkohet emigracioni, të vinë nga emigracioni, thonë. Sepse të gjithë ata që janë në emigracion, 99% të tyre janë të blerë dhe të financuar nga Sorosi për shkollat e tyre. Zoti Markoçi, po. Apo janë të lidhur edhe me drogën. Dhe kanë hap kompani. Po pse çka kujtoni ose nuk i din gjerman dhe italian dhe amerikan se çka kompani? Po pse ja kanë bllokuar kompaninë Ramës? Ka dalë njëri me thonë që Ramës është bllokuar kompania në Amerikë? Që janë bllokuar asetet e vilat e apartamentet që ka? Apo tjetrit? Absolutisht asnjëri nuk flet.